Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Në forumin ekonomik të Davosit u themelua zyrtarisht Bordi i Paqes si një organizatë ndërkombëtare. Udhëheqësit dhe përfaqësuesit e shteteve, pjesë e tij, firmosën me radhë së bashku me presidentin amerikan Donald Trump, 19 firmëtarët e marrëveshjes ishin Bahreini, Maroku, Argjentina, Armenia, Azerbajxhani, Bullgaria, Hungaria, Indonezia, Jordania, Kazakistani, Kosova, Pakistani, Paraguay, Katari, Arabia Saudite, Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Uzbekistani dhe Mongolia. Ndërkaq presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ishte e pranishme së bashku me liderë të tjerë botror në ceremoninë e nënshkrimit të Bordit të Paqes. Edhe Shqipëria ka pranuar ftesën e Trump për të qenë pjesë e bordit, por kryeministri Rama nuk ishte i pranishëm. Kryeministri Edi Rama sqaroi mungesën e tij në Davos të Zvicrës ku firmos marrëveshje e Bordit të Paqes me presidentin e SBA-s Donald Trump. Duke ju përgjigjur pyetjeve të deputetëve të opozitës, Rama tha se mungesa e tij është bërë me mirë kuptim me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fakt unë duhet bëja një zgjedhje midis ti përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. Ministri e Punëve të Jashtme Lisa Spiropali ka cilësuar si nder, por dhe përgjegjësisht shtetërore ftesën e presidentit amerikan Donald Trump që Shqipëria të jetë antare themeluese e Bordit të Paqes për Gazën. Në fjalën e saj në Kuvend, Spiropali u shpreh se Shqipëria ka treguar se është partner strategjik i SBA-s. Ftesa që kemi sot përpara është një nga përgjigjet, ndoshta nga më të qartat ndaj këtij perceptimi. Sepse vendet e vogla nuk bëhen të rëndësishme nga matësia e tyre në hartë, por nga besimi që krijojnë. Dhe ky besim është ndërtuar me autenticitet, me punë, me qëndrueshmëri dhe me një diplomaci që ka ditur të jetë e pranishme aty ku duhej. Ministri e Punëve të Jashtme shtoi se antarësimi i Shqipërisë në Bordin e Paqes nuk sjell kosto për vendin apo cënim të sovranitetit. Sipas saj, Shqipëria e pranoi këtë ftesë si përgjegjësi shtetërore për paqen. Bashkimi Evropian është destinacioni ynë i brendshëm, ndërsa politika jone jashtme është ndërtuar mbi marrëdhënie strategjike edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbi përgjegjësinë tonë për arkitekturën e sigurisë ndërkombëtare. Bordi i Paqes nuk është alternativ ndaj Bashkimit Evropian dhe nuk është strukturë integrimi. As nuk është alternativ ndaj multilateralizmit tek i cili besojmë fort. Është një mekanizëm ndërkombëtar për ndërtimin dhe menaxhimin e paqes në një botë që po ndryshon shumë shpejt. Shqipëria nuk hyn në të për të zëvendësuar asgjë, por për të kontribuar aty ku ka besim dhe përgjegjësi. Donald Trump premton sukses në Gaza. Ai shtoi se pjesëmarrës në Bordin e Paqes janë kryesisht liderët e vendeve që e pëlqejnë atë, teksa tha më tej se të gjithë shtetet që kanë marrë ftesë mund të bëjnë pjesë. Donald Trump është shprehur se mendonte se paqja në Ukrainë ishte shumë afër. Sipas mediave të huaja komentet e Trump, ai bëri sapo u largua nga prezantimi i Bordit të Paqes në Davos. Siç e dini, unë dhe presidenti Zelenski do ta diskutojmë këtë. Do takohemi me presidentin sot ose nesër dhe njerëzit do të shkojnë atje dhe mendoj se po i afrohen paqes. Shumë njerëz po vriten, duhet ta bëjmë, tha mes të tjerash Donald Trump. Dhëndri i presidentit Donald Trump, Jared Kushner, personi ky në ndërmjetësimin e planit të paqes për Gazën, zbuloi masterplanin për të ardhmen. Zbatimi sipas tij do të ndodhë në disa faze, duke përfshirë strehim për fuqinë punëtore, 100% punësim dhe mundësi për të gjithë. Për Jared Kushner, antarët e bordit kanë aftësi të ndërtojnë qytete për 2 apo 3 milion njerëz për 3 vjet. Pra, gjëra si kjo janë plotësisht realizueshme nëse e bëjmë të ndodhë. The war's over. Let's do our best to try working together. Our goal here is peace between Israel and the Palestinian people. Everyone wants to live peacefully. Everyone wants to live with dignity. Let's put our efforts towards promoting those who are doing the work to build this up. Mendoj se lufta ka mbaruar. Le të bëjmë të mirën për të punuar së bashku. Qëllimi ynë këtu është paqja mes Izraelit dhe popullit palestinez. Të gjithë duan të jetojnë në paqe, të gjithë duan të jetojnë me dinjitet. Le të përqendrojmë përpjekjet tona në mbështetjen e tyre që po bëjnë punën për ta ndërtuar këtë, deklaroi Jared Kushner. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.